Shqipëria e shqiptarëve! Vdekje trafalve! Me këto mesazhe, qytetarët, shoqëria civile dhe ambientalistët janë rikthyer sërish protestave në Zvërnec gjatë kësaj të shtune. Ata u mblodhën në plazhin e Portonovës për të kërkuar larg duart nga zonat e mbrojtura. Ishte një protest paqësore dhe sensibilizuese për të mos lejuar ndërtime në këto zona të virgjëra, që sipas protestuesve duhet të jenë pronë e qytetarëve të Vlorës. Protestues të ardhur edhe nga Tirana, si dhe qytetarë të Vlorës, përcollën thirrjet e tyre për të mbrojtur natyrën dhe për të mos u prekur bukuria e Bregdetit të Zvërnecit, ashtu si kundër edhe i gjithë Portonovës. Qytetarë të shumë të ardhur nga Tirana, por edhe qytetarë të Vlorës, si dhe të zonës së Zvërnecit, dhanë mesazhet e tyre për të mbrojtur natyrën dhe për të mos u prekur bukuria e Bregdetit të Zvërnecit. Sipas tyre, kjo tokë duhet të gëzohet nga fëmijët tanë. Unë që ju flas, jam Klajdi Bello, i cili shpëtoi fal disa djemve dhe vajzave që ndërhyrë në kohë, sepse kjo është koka ime, pasi ata paramilitar, para ata ushtarak, sepse ata mënyra se si kishin ardhur për të na vrarë. Por Zoti është i madh, shqiptarët u bashkuan dhe kjo plagë që unë kam në kokë është plagë e Shqipërisë, siç po shërohet plaga ime, po ta çlirojmë Shqipërinë. Ne jemi ndër të vetmit popull që identitetin ton kulturor dhe kombëtar e kemi të ndërtuar te natyra. Kënga labe i flet natyrës, kënga labe imiton natyrën, e ashtu të gjitha këngët popullore. Dikur shtëpit i lyenim duke imituar ngjyrat që shikonim në natyrë. Dikur këngët i bënim duke imituar natyrën. Veshjet i kishim duke imituar natyrën. Edhe askush nuk mund na thot se nuk kemi ndjeshmëri për natyrën. Ata që duan na heqin ndjeshmërinë për natyrën janë oligarkët edhe qeveria. Dikur flet për investitor strategjik. Unë them se investitori më i madh strategjik këtu është Zoti, shko sa të bukur e ka bërë. E ka bërë me Luvin, e ka bërë me gjithë shka, domethënë e ka bërë me manastirin që kemi aty, e ka bërë me ishull, me gadishull, me mrekullira. Tani pse të vinë ata e të na fusin betonin, është njësoj sikur të fusin një elefant në një vend që ka gjëra të preqeqi, që ta bëjnë cop-cop, vetëm mos e gëzojnë fëmijët tanë. Unë dua që këtë zonë ta gëzojnë gjithë fëmijët shqiptarë. Ju i keni dëgjuar ato këngët Ngjale vijës së dalanit vapori pa Shalimanit, tu rritet Ngjala, Ngjala më e mirë në mesdhe. Dhe të firmosi e Tirana, dhe të firmosi Soros e mesoj e Sorollop. Kjo tokë është e shqiptarve, do ta gëzojnë fëmijët tanë. Bravo! Shqipërinë e kanë bërë klava nga më të ndryshmet, Afgan, Palestinez, Sirian, që nuk futesh dot në ato shqiptare, Durrësi Neva. Ka ngrit kapanone atje, po ata janë fantazma atje. Gjithë jugun e Shqipërisë. They cannot come here to speculate in our land. Nobody. We will defend it. We want peaceful protest, but we want to defend our land and our right to live it. Period. Protesta ishte paqësore dhe që bëri bashkë qytetarë dhe ambientalistë në vazhdim të protestave të shumta, të nisura në Vlorë dhe në Tiranë për të mos lejuar ndërtimin e resorteve turistike në zonat e mbrojtura. Ka gjë më të shtrenjtë se atë zeu. Prandaj të gjithë bashkë ta vazhdojmë këtë gjë deri në fund.